Ndërkohë që në krye të herës qeveria shqiptare ka pasur një vizion tjetër për diskutimet për zhvillimin e këtij tregu. Vizioni ka pasur një qasje e cila energjinë dhe tregun hidrokarbur në veçanti nuk e trajton vetëm si çështje sigurie, por si një mundësi reale për rritje ekonomike, për rritje të konkurrueshmërisë dhe pa diskutim për rritje të mirëqenies së qytetarëve. Marrëveshja që po nënshkruajmë sot me Enin pikërisht pasqyron këtë vizion. Ajo shënon fillimin e një procesi të strukturuar për të vlerësuar fizibilitetin e krijimit të një kompanie, të një shoqërie kombëtare të produkteve të naftës në Shqipëri. Përmes të bashkëpunimi, ne kemi mundësinë të shqyrtojmë nëse kushtet e duhura të qeverisjes së kësaj kompanie, të menaxhimit të saj, mund të shndrohen në një burim vlere të shtruar për të shtuar të ardhurat në shtetin shqiptar, duke krijuar përfitime të cilat mund të reinvestohen në vendin tonë. Dhe nga këndvështrimi i Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, kjo pa diskutim është më shumë se sa çështje sigurie, një çështje e zhvillimit ekonomik.